Faqja na ishte dikur, sjell një reflektim nga jeta, sepse askush nga ne nuk do mbetet gjithmonë i ri, një ditë do plakemi. A e dini se cila është gjëja më e vështirë e plakjes? Çfarë? Që bëheni të padukshëm. Kur jeni të rinj, bota ju sheh, ju vëzhgon, ju dëgjon, jeni dikush, tërheqës, i shkëlqyer, kurioz, shakaxhi, të paktën ju vën re. Pastaj, një ditë, diçka ndryshon. Nuk jeni më Mario, inxhinieri, nuk jeni më Klara, mësuesja e letërsisë. Bëheni ai plaku me xhaketën e grisur, ajo zonjë moshuar me pallton e modës së vjetër dhe kapelën pak të shtrembër. Pak nga pak, duket sikur nuk ekzistoni më, sikur të jeni transparent, sikur çdo kujtimi juaj të ishte i fshehur nga bota. E megjithatë, jeni ende aty, me kujtesën tuaj të gjallë, me ëndrat që keni pasur, me pasionet që ju ndezën, me gjërat që keni bërë mirë dhe edhe me gjërat që ju kanë munguar. Por kush i di, kush i vlerëson, kush ka kohë për t'i zbuluar? Miqt janë larguar ose jetojnë larg. Fëmijët kanë jetë plot me takime, punëra, fëmijë për të rritur. Telefonatat bëhen më të shkurtra, vizitat më të rralla. Në pallatin tënd që ke gjithë jetën nuk njeh më askënd. Në dyqanet ku bën ndonjë blerje, askush nuk të përshëndet më me emër. Dhe ajo boshllëk, ai boshllëk që rritet në heshtje, ditë pas dite. Ai është më i rënd se çdo rrudh, më i dhimbshëm se çdo sëmundje. Është heshtja që të kujton se jeta vazhdon, pa ju. Por ka momente që shpërthejnë dritë, kur nëna jote telefonon 3 herë në ditë, për asgjë, ose babai yt përsërit gjithmonë të njëjtat pyetje. Mbaj mend, ata nuk po kërkojnë përgjigje, ata kërkojnë konfirmim. Janë akoma për ty, janë akoma të lidhur me ty, sepse zëri i tyre ka ende jehon në botë. Pleqëria nuk është vetëm rrudha dhe dhimbja, pleqëria nuk është vetëm lodhja dhe humbja. Ajo është padukshmëria, vetmia, nevoja. Nevoja për të ndjerë të vlerësuar, nevoja për t'u parë, nevoja për të ekzistuar në sy të dikujt. Sepse, për sa kohë që dikush të shef, për sa kohë që dikush të dëgjon, për sa kohë që zëri yt ka një jehon, ti nuk je zhdukur kurrë. Ti nuk je kurrë vetëm. Për më shumë video të tilla, abonohuni në kanalin ton, Na ishte dikur.